podcast të mundësuar nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Përshëndetje. Kam nderin dhe privilegjin të kem zotin Erdi Saliko, i cili është drejtuesi i kompanisë BTL për Shqipërinë dhe Kosovën, dhe sigurisht një nga kompanitë që çdo mjek, çdo fizioterapist, çdo kardiolog, nëse e ka makineritë e kësaj kompanie në klinikën e vet, është produkti që neve mund të arrijmë dhe të shikojmë rezultate gjithmonë për pacientin tanë. Nuk duhet të harrojmë që objektivi jon gjithmonë është që neve të japim maksimumi te pacientët tanë. Dhe maksimumi presuponohet që neve duhet kemi mjetet e duhura, të cilat neve na ndihmojnë për të bërë një diagnozë, për të dhënë një shërbim mjekësor te pacienti dhe për të dhënë një shërbim estetik. Dhe sigurisht, flasë për eksperiencë personale, BTL është një kompanitë lider që personalisht më ka ndihmuar për të dhënë një rezultat. Për atë të falenderoj e para që jeni këtu sot, dhe e dyta për suportin dhe për mundësinë, dhe duhet ta theksoj këtë gjë, e ndihmës të parë në momentin që çdo klinik mund të ketë nevojë akoma dhe për një kabull. Sigurisht ju jeni aty, domethënë, për të suportuar në mënyrë maksimale. Për atë të falenderoj Erdi, dhe sigurisht do dëshiroja të flisnim sot për gjithë shërbimet mjekësore, kardiologjike, fizioterapie dhe sigurisht të mjekësisë estetike dhe të kirurgjisë plastike, që mund të ndihmojnë për një diagnostikim sa më të mirë të pacientëve dhe për të dhënë një rezultat maksimal. Falenderoj për ftesën. Faleminderit dhe juve. Është kënaqësi të jem përpara jush, doktor, për këtë, sidomos për këtë temë që aktualisht BTL-ja ka në treg prej shumë vitesh që funksionon si kompani, ka diku nga viti 1993. Dhe sigurisht që fokusi kryesor i kompanisë është ndihmesa ose përkraja e stafeve mjekësore, duke i ofruar pjesën e aparaturave për të dhënë një ndihmë të madhe tek pjesa e rehabilitimit, diagnostifikim dhe rehabilitim të pacientëve. Kjo diagnostifikimi përfshihet në fushën ose në sektorin e kardiologjisë, që së fundi operojmë me disa pajisje diagnostifikuese dhe së shpejti do ketë edhe upgrade ose upgrade të tjera për sa i përket kirurgjisë kardiovaskulare. Pjesa e fizioterapisë sigurisht është fillimet e kompanisë, që në 93 kompania e parë që prodhoi pajisjen për kohën me teknologji të lartë, që është elektroterapia, që i dha një ndihmë goxha të madhe, sidomos pjesës mjekësore, pjesës fizioterapiste. Sigurisht që pjesa fizioterapistët janë kategori mjekësh që punojnë edhe me manualitet. Por aparatura është një diçka që ty të vjen ndihmë si mjek për ta lehtësuar rehabilitimin e pacientit dhe për të pasur rezultate më të shpejta, duke ulur kohën e rikuperimit dhe sigurisht edhe energjinë e trajtimeve. Pra, nëse ti me anë të, po themi, manualitetit mund të realizosh, patjetër nuk shmanget manualiteti, është pjesë e rëndësishme e terapisë, sepse një profesionist duhet di dhe ku të targetoj, qoftë me aparaturë, por ka edhe pjesë trupit apo terapi që duhet patjetër të bëjnë me anë të terapive manuale. Por le të fokusohemi tek pjesa e aparaturave, që është një ndihmë shumë e madhe për të ulur kohën, dhe theksoj është shumë e rëndësishme, kohën e rikuperimit të pacientëve. Po ti shohësh tani për shembull edhe pjesa po themi e sporteve, që kanë dëmtime sportistët, qoftë edhe ke futbollistë, rasti konkret për shumë në botror, BTL-ja është një nga, po themi, furnitorët kryesor të ekipeve të ajo që më bëri përshtypje që po shikoja, domethënë, është fakti që një nga problematikat më të mëdha të pacientët që sigurisht mund të kenë mësuar në një aksident, është fakti që pash në një kongres, pash faktin që keni krijuar një tip roboti që ndihmon pacientët dhe të arrin të japin të fillojnë të ecin ose ta ndihmojnë, domethënë, në një farë mënyre. Është shumë e rëndësishme kjo gjë për të dhënë jo vetëm suportin, domethënë, para për të arritur bërë diagnostikimin, por sigurisht një teknologji shumë e avancuar për të arritur dhe të dhënë një suport të këta pacientë që mund të kenë mësuar një dëmtim, domethënë, më serioz
të kolonës ose të problematika të tjera. Në ana kardiologjike ndihmon pacientin diagnostikimi ose mënyra ose vurare që ekzistojnë këto elektrokardiograma, të cilat sigurisht më përpara shikojmë ato elektrokardiogramat e mëdhaja që duhet të kishte çdo klinikë, dhe tani kemi arritur me thënë tonë në këto pajisjet më të sofistikuara që neve arrim të japim një diagnostikim ose të bëjmë një elektrokardiogram edhe që është shumë e shpejtë, domethënë do thoja. Vurare që keni dhe na këto. Ideja është sa më afër realitetit të jetë diagnostifikimi i patologjisë, aq më e kollaj dhe më lehtë është rikuperimi, gjetja e ilaçeve apo fazës së rikuperimit. Së fundi patjetër që një nga pikat e forta të kompanisë aktualisht është që investon dhe ka një numër të madh inxhinierë që merren me zhvillimin e kompanisë dhe me zhvillimin e produkteve. Mjekësor, besoj biomjekësor. Patjetër. Domethënë research and R&D na kanë, po themi, është një departament që funksionon me mbi 800 inxhinierë që janë vetëm motore kërkimi. Pra, çfarë del re, çfarë funksionon, zhvillimin e teknologjisë, implementimin e AI-t në aparatura. Dhe ndër to, në së fundi BTL-ja ka pasur dhe ka lançuar një elektrokardiogram ku përfshin dhe AI-n, që është pikë shumë e fortë. Ndihmon për diagnostikimin akoma dhe mjekun për të dhënë një rezultat. Për të dhënë një rezultat, plus që është edhe një diçka që prandaj thash, pajisjet janë funksion të mjekëve. Pra, për të lehtësuar punën e mjekëve, patjetër dhe pacientëve. Por çfarë lehtëson ke mjekët? Në momentin që mjeku rezulton që të jetë diku tjetër, mund të operojë dhe mund të diagnostifikojë edhe në distancë. Dhe këtë patjetër që mund ta bëjë një aparaturë që ka një teknologji, që ka wirelessin, që është online, është me aplikacionet e veta, pra në çdo moment ai mund të qoftë edhe holterin. Mjeku ka mundësi që ta monitoroj holterin e pacientit edhe në distancë. Pra mund të instalohet një holter në pacient, ai mund ta hapi në aplikacion e kontrollon momentale se si e ka raportin dhe gjendjen e monitorimit. Kështu që është ndihmë shumë e madhe. Sigurisht që e lehtëson dhe goxha pjesa e AI-t, domethënë implementimi i AI-t e lehtëson goxha diagnostifikimin, sepse është shumë, pra shkojmë ke ajo 98-99% reale. Ne kemi dëgjuar edhe raste që kanë pasur që problematika, ndoshta këtu, ndoshta edhe në botë, për keq diagnostifikim, ose ka shkuar keq, ose ka qenë një mos diagnostifikimi pas saktë i stres testit, pra provës ushtrimore që bëhet me biçikletën për kardiologji, fjalë për zemrën, dhe në darkë pacienti ka psuar arrest kardiak, ndërkohë që prova ushtrimore i ka dalë e saktë. E kuptoj. Pra, llogaritës se sa e rëndësishme është kjo. Pra kjo integrimi ndihmon shumë, domethënë në pjesën. Patjetër, se ti po qeve larg normalisht mund të ndodhin raste të tilla që mbas një provë ushtrimore që ai kalon sforcim, mund mos t'i ketë ardhur nga prova, por ka ardhur momenti i zemrës që të ketë, por ke diagnostifikime ai duke qenë se ka bërë drek dhe ka pas këtë lloj problematike ndarë dhe në drek ka dalë pa probleme. Si mund ta ndihmonte këtë gjë, domethënë mjeku nëse do kishte më të integruar aplikacionin, qoftë në fillim, qoftë ashtu. Po të ishte aparatura më e saktë. Gjithmonë flasim që më e kolauduar. Pra, aparaturat kanë procese kolaudimit të herpashershme, pra që vin. Avantazhi që neve kemi, duke qenë se kemi edhe inxhinier, qoftë edhe në Shqipëri, po edhe me suportin nga jashtë, domethënë nga kompania kryesore, ky lloj kolaudimi bëhet në çdo moment që ti hap aparaturën, pra është i vetë kolauduar aparatura. Duke u bazuar në këtë element, domethënë, keni ndonjë rast suksesi, mund ta themi që ju keni kapur ose keni arritur, sigurisht do të dëshiroja shumë të ishte në Shqipëri ose në Kosovë, domethënë, por ndihma e këtyre makinerive, të cilat neve na kanë shërbyer për ndonjë rast suksesi. Sigurisht nuk do thoya vetëm kardiologji, mund të dhe në pjesën e estetikës, sepse e lash pak për më vonë estetikën, po ajo që kam dhe jam në dieni, domethënë, është fakti që ka disa pajisje të cilat janë të reja, domethënë, të cilat arrin edhe ndihmojnë sigurisht me AI, të cilat mund të japin një përmirësim dhe në problematika të tjera që lidhen. Pra, një rast suksesi që kompania ka arritur të ndihmojë pacientin, edhe që mund të ndani me neve, domethënë, ndonjë për si eksperiencë. Ne kemi pasur një rast faktikisht ka qenë në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Ne nuk bëjmë terapi vet. Okej.
Domethënë Janë klinika të ndryshme. Janë klinika të ndryshme, nuk bëjmë terapi, pra ne trajnojmë për pjesën e aparaturave, trajnojmë stafin, her pas here marrim dhe mjek të specializuar të fushave të ndryshme, flasim për fizioterapinë, që i sjellem nga jashtë dhe bëjmë, sigurisht mundohemi që të bëjmë edhe trajnime për stafet mjekësore në Shqipëri, qoftë edhe klinika, qoftë edhe për fizioterapistët e ri apo kushdo që të marrë një zhvillim më tepër në një fushë të caktuar ose një patologji të caktuar. Një rast konkret që faktikisht kemi pas një të moshuar që pësoi një goditje cerebrale dhe përpasoi pati dhe paralizim të këmbës dhe të gjysmës trupit, pra krahun e djathtë të këmbës, të këmbës dhe të krahut. Duke qenë se kishin munduar të ta trajtonin me terapi dhe me manualitet e këtu, u paraqit rasti tek ne, patjetër që neve dhamë edhe suportin ton edhe si kompani, por në një klinikë që e dërguam me anë të një aparature dhe specifikisht me aparaturën që është SIS, që është Superinductive System, që është pjesë funksionon me fushë elektromagnetike me intensitet lart, e cila bën rigjenerimin, kontraktimin, rigjenerimin dhe stimulimin e nervit. Të muskujve. Dhe nga një person që ishte, zotëria ishte diku ke 83 vjeç. Domethënë momentin e parë që erdhi me karrocë dore dhe patjetër ana umane në këto raste shumë, domethënë ndikon shumë, me thënë drejtën, dhe e morën përsipër, duke sjellë edhe njerëz nga jashtë, domethënë staf specializuar nga kompania. Si përfundim mbas seancës së 8, direkt mbas seancës 8, që përkonte me 3 javë terapi, jo të përditshme, sepse terapia bëhet 2 herë në javë, pra po themi 4 javë. Ai arriti që të ulej në tavolinë të Handebook vet. Pra pati një përmirësim. Patjetër, dhe familjarët ishin shumë të egzaltuar sa që morën telefon gjotë, ulin tavolinë në ngri vet, domethënë nuk e prisnin. Ndimesa e makinerive kanë dha një rezultat. Normalisht jep një emocion shumë të madh kjo lloj gjëje, sepse telefonata e familjarëve patjetër që faleminderit sepse arriti, dhe patjetër që unë doq, domethënë edhe me terapi edhe me anë të aparaturave, dhe pati një lloj rikuperimi, nëse do ta bënte rikuperimin, po themi për 4-5 vjet, e bëri brenda vitit. Jemi para verës dhe sigurisht një nga pjesët më të rëndësishme që neve trajtojmë, flas me eksperiencë personale në kirurgji plastike ose në dermatologjinë, janë trajtimet e trupit ose trajtimet e fytyrës. Dhe sigurisht ajo që kemi vënë në përgjithësi është fakti që njerëzit kërkojnë sa më pak operacione dhe sigurisht ka një trend në rritje të lartë në trajtimet e trupit dhe trajtimet e fytyrës me një kohë rekuperimi qoftë minimal. Njerëzit pacientët dëshirojnë të marrin rezultat, kjo është pjesa më estetike të themi, po flas për sa i përket trajtimeve mjekësore, dhe në eksperiencën tonë, domethënë, njerëzit duan të bëjnë ato shërbimet e shpejta të cilat mund t'i ndihmojnë, sigurisht me rezultatet, dhe duhet t'i japim atë informacionin e dur dhe jo informacion të gabuar te pacientët. Dhe them këtë gjë sepse makineritë janë ndihmë, por çdo trup përgjigjet në mënyrën e vet, dhe nëse neve nuk e ndihmojmë, qoftë me dietën, qoftë me mënyrën e jetesës, qoftë me ushqimin e dur, çdo lloj makinerie sigurisht nuk do japi atë rezultati ose nuk do jetë ai rezultati i dukshëm nëse pacienti nuk e ndihmon. Para verës, domethënë, ne kemi tërë ato kërkesa dhe sigurisht kam një eksperiencë personale ku pacientët kanë marrë rezultat me trajtimet më estetike. Ju kërkojnë juve në informacion ose ju kërkojnë ose keni vënë domethënë një benefit, një përmirësim apo edhe një rritje sigurisht të këtyre trajtimeve, dhe një element tjetër që do dëshiroja të theksoja është fakti që çdo makineri është makineri mjekësore dhe sigurisht është regjistruar në Agjencinë e Barnave, ka një ca problematika ose ka dhe makineri të cilat mbase nuk janë regjistruar në Agjencinë e Barnave, dhe sigurisht janë makineri të cilat mund të japi risk të themi te pacienti, gjë që personalisht kam parë se më kanë ardhur pacientë të cilët kanë bërë atë trajtimin e gabuar, me thënë sepse mendoni sepse sikur ishin trajtuar në një makineri më të... Shaka që ndodh që shkon pacienti, bën një makineri fake, po themi një kopje të një makinerie e cila që mund të jetë mjekësore ose estetike. Po,
sepse prodhimi kinez është goxha i përhapur, kupton, dhe ka për shkakun që kërkojnë njerëz që kërkojnë alternativa më të lira, më ekonomike dhe më të arsyeshme për sa i përket aparatur. Po në fund fare është aparaturë mjekësore. Keni parë juve gabime të tilla pra që ju kanë ardhur pra jush edhe janë bërë dëmtime të rënda? Po ka pas patjetër. Ka sepse Duhet po ta marrë si proces. Procesi i regjistrimit të banave tek neve funksionon, por që të regjistrosh një aparaturë tek bana duhet të plotësosh disa kritere, të cilat për fatin ton të mirë këto lloj kriteresh janë dhe standarde, po themi deri diku dhe standarde europiane. Okay. Që do të thotë, duhet të kesh një certifikim CE ose duhet të kesh një aprovim FDA, Food and Drugs nga Amerika, të cilat po themi njohin aparaturën dhe aprovojnë terapinë që bën kjo aparaturë. Pra, çfarë bën FDA në vetvete? Aprovon që kjo terapi të po themi të redukton dhjamin. Jo vetëm kjo, po ajo që po diskutonim bashkë para pak minutash dhe fakti që çdo 2 vjet me thënë të rikontrollon prap. Patjetër, do të është proces që ata nuk, nëse ti e merr një FDA, ka një procedurë ose një afat caktuar cilën ti mund ta mbash të lloj certifikimi dhe ata prap të rikthejnë në aprovime dhe po ashtu edhe për pjesën e CE-s, është e njëjta situatë. Dhe siç po thosha, fati joni mirë që ne i kemi këto lloj standardesh. Në momentin që regjistrohen, patjetër ti mund ta porosish edhe në Kinë, pajisjen, mund të bëjnë edhe po themi dokumentacion tip CE ose që janë të lejueshme, por fund fare dëmi është i madh tek pacienti. Pra makineritë janë cilat japin efekte. Ai është dëmi i madh, sepse ti nuk e di kur se çfarë lloj terapie, nëse ajo nuk ka një clinical studies, studime klinike për terapitë. Qofse nuk i dihet mekanizmi i veprimit të aparaturës, se si ku targeton, çfarë bën, çfarë energjie përcjell, kush është rezultati në fund fare mbas kësaj terapie. Pra ke një studim klinik që gjitha këto përfshirë dhe certifikimet, përfshirë dhe aprovimet për kace, plus brandizimi, plus marka, gjitha këto krijojnë një kosto, të cilat është në një X vlerë. Patjetër që duke mos pasur këto lloj gjëra, domethënë këto lloj standardesh, mund dal një produkt që është i kopjuar, thjesht ka marrë emrin ose pamjen e jashtme vizuale dhe të del me çmimin, po themi 20% të vlerës së totalit që ka aparatura. Ndërkohë që kjo është e papranueshme, domethënë është si puna e telefonit. Në momentin që ti merr një iPhone original, që e paguan $1.500, po ke edhe mund dalë edhe një iPhone fake që ka qenë tani nuk e di ka më, që mund të jetë fake dhe kushton $200. Pra nuk bën sens gjëja. Ajo që të dyja alo bëjnë, por në fund fare çfarë cilësie ka kjo dhe çfarë cilësie ka ajo tjetër. Ajo që do dëshiroja të ndarnim bashkë për sa i përket estetikës, kemi një pyetje që më bëjnë është fakti që ka makineri të cilat japin shumë kontraksione muskulare dhe japin rezultat të dukshëm në shumë pak kohë, në gjysmë ore. Në dijenin time kompania ka shpikur një nga produktet më spektakolare që munden të ekzistojnë në pjesën e estetikës, të cilat ka një studim në mbrapa se mbri përshtypjen fillim fare kur kam diskutuar, është fakti që astronautët kur ktheheshin, domethënë nga ato vendet që bënin këto që venin jashtë kishin probleme muskulare dhe këto produkte filluan si një pjesë më mjekësore, domethënë, dhe pastaj u zhvilluan në pjesën më estetike. Diçka njerëzit habiten që thonë si mund të një makineri mund të japi atë 20-30 kontraksione, domethënë në gjysmë ore. Mund të na japin një informacion mbi këtë gjë, domethënë sepse njerëzit thonë jo, nuk ka mundësi kjo gjë. Personalisht ne kemi parë rezultat, po diçka të cilën një pajisje inovative e cila përveç shfetëve muskulare, po dhe një diçka të re me sa ka lexuar të ju që ndihmon shumë në anën, do thoja, të mendimit dhe si mundet ta ndihmojë kjo gjë pacientin. Te pjesa e trurit. Te pjesa e trurit, do të thënë shumë e rëndësishme sepse e gjitha fillon që aty. Pra neve mund të duam ose mund të kërkojmë të bëjmë sport, po mbase na ngrihemi natën për shkak dhe vemi am diçka. Të gjitha këto kombinime, diçka do me thënë tonë që është një inovacion nga në makineritë në bashkëpunim me njëra tjetrën. Në historikun e saj, themi kompania funksionon për çdo aparaturë, po themi ka qenë pioner ose ka patentuar
X teknologji. Kush një teknologji e veçantë që juve... Siç ishte rasti konkret për shkakun ka qenë HIFM, High Intensity Focus Electromagnetic Field, që është fushë elektromagnetike e fokusuar me intensitet lart, e cila bën këtë që sapo thej për pjesën, domethënë në fillim si teknologji ka lindur për efekt të astronautëve, që the, për qenë domethënë momentin që ti nuk mund të trajtohesh në një kohë shumë të shpejtë, pra muskuli që të momentin që kthehenin, vini re që muskujt kishin në rënë, sepse ishte vetmja gjë që ti nuk mund të trajtosh. Dhe për të marrë rikuperim shumë të shpejt, atëherë nevojitet kjo lloj teknologjie, ky lloj stimulimi që është fusha magnetike për të bërë përqimin e fushës elektromagnetike tek nervi, për të inervuar muskujt, dhe në këtë mënyrë si rezultat ke pjesën e kontraktimit muskular. Duke pasur shumë kontraktime, arrin dhe të rikuperohet sa më shpejt, domethënë. Më shpejt. Dhe patjetër që teknologjia, po ta krahasosh me pjesën ushtrimeve, teknologjia bën një anashkalim të receptorëve të trurit, që do të thotë ti ke më pak dhimbje, se po të bësh 20.000 kontraksione në palestër, patjetër që do kesh, që nuk do arrihet ndonjëherë kjo gjë. Nuk e bën dot, ose një bodybuilder, domethënë si thosh maksimumin që mund të arrijë në një orë, mund të jetë diku ke në një orë, po themi varet sa mund të arrijë deri në 7.000. 7 deri në 8.000 bodybuilder. Kurse me anë të M-Sculptit, po themi me HIFM, me teknologjinë, arrin deri në 20.000 kontraksione. Çfarë bën kjo? Në vetvete anashkalon receptorët e trurit, gjë që eliminon pjesën e dhimbjeve. Pra mund të kesh një diku pak lodhje, por nuk ka stimuluar nervi të përçoj sinjal tek truri që të reflektojë dhimbje në kjo mund të lidhet me ata pacientët të cilët kanë problematika që kanë pësuar një dëmtim, të themi, dhe kanë problematika në urinim, pra kjo teknologji për shembull mund të impostojë edhe në problematika të tjera të cilat Po, kjo është fusha ku aplikohet është për pjesët e ndryshme të trupit, ku janë muskujt. Ndërto për pjesën e inkontinencës urinare, patjetër që është edhe një aparatur që fokuson vetëm muskulin e pelvikut. Se ajo që kërkojnë me thënë pacientë që kemi vënë re, me thënë janë të ato pacientë të cilat kanë problematika pas shazanive ose me kalimin e viteve, domethënë janë problematika të cilat kanë të bëjnë me anën më ginekologjike dhe sigurisht aty bie një tonus i muskulit, domethënë, dhe normalisht nevojitet gjithmonë një aparatur për të ndihmuar këtë gjë, domethënë. Është ajo që kthehemi prapë ke pika e fillimit, që aparatura ndihmon ose suport për pjesën e trajtimit, qoftë mjekut, qoftë pacientit. Sepse ti mund t'i bësh prapë me ushtrime, edhe këto që po flasim këto lloj kontraktimesh mund t'i bësh me sethe ushtrimore. Por në fund koha që ti të duhet për të arritur këto lloj rezultate është shumë e madhe. Dhe dashur pa dashur vetë individi ndikohet, sepse kalon një farë kohë, nuk shef rezultate, demoralizohet, do një vullnet shumë të madh që ti të vazhdosh derisa të marrësh rezultatin e duhur. Ndërkohë që teknologjia të vjen ndihmë për këtë lloj gjëje, pra të rikuperosh më shpejt dhe të reduktosh kohën dhe të jetë më komforte. Pra pa harxuar shumë kohë. Sigurisht të ndihmojnë dhe familjarët, po flas për anën më është shumë e bukur që the, domethënë që familjarët morën telefon edhe që përmenden përpara, domethënë, dhe sigurisht të arrish atë rezultate sa më shpejt, po dhe të ndihmosh në një farë mënyrë edhe familjarët e pacientëve që cilët e vuajnë ose në një farë mënyrë janë në të njëjtën vuajtje, sepse sigurisht po të shikosh me thënë prindrin apo një familjar tënd, kjo gjë të dhëmbe dhe baza, po themi që po flasim për pjesën e M-Sculptit, vjen nga kjo lloj aparature që ne po themi kishim të rastin në rehabilitimit. E kuptova. Se është e njëjta teknologji që përdoret në të dyja, thjesht M-Sculpt ose pajisja që përdoret në pjesën estetik është e moderuar dhe e fokusuar tek pjesa estetike, pra për rritjen, ndërtimin e muskujve, tonifikim. Ndërkohë që këtë është nga ana mjekësore për pjesën e prap tonifikimit të muskujve, po është më moderuar sepse tani kemi të bëjmë me një person që është po themi nuk është në gjendje optimale shëndetësore, ndërkohë që tek pjesa estetike futet te kategoria e pacientëve që është një trajtim. Më ra në sy një gjë tjetër, më falë në pres. Është një pajisje që vura re, domethënë që atletët vraponin dhe ishte si tip një pjesë plastike që izolonte dhe është sikur i ngrënë ajër. Ajo është antigravitet. Është antigravitet. Ç'a shërben ajo? Ajo të bën të mundur pjesën që pra i ngrënë ajër vetë pajisja, pra krijon një vakum aty. Aty krijon një vakum. Humbet graviteti i
të humbjes së peshës trupore. Pra ajo të ndihmon të arrish të bësh lëvizje pa pasur peshën trupore. Që do të thotë duke bërë lëvizje repetitive të përsëritura gjatë kohë pa pasur ngarkesë trupore, sepse persona që kanë këto lloj paaftësish ose për shembull kanë pas këto lloj problematikash dhe përpasoj kanë pas humbje të tonusit muskular, patjetër që nuk arrin, është edhe pesha trupore ajo e cila po themi e vështirëson ecjen, pra mundim, domethënë stimulimin e ecjes. Dhe kjo çfarë bën këtë pjesë që arrin të heqë deri në 92% të peshës trupore. Dhe ndihmon. Një gjë tjetër që do dëshiroja të prekja është fakti që shumë pacient vinin, flas për eksperiencë personale dhe sigurisht shumë pacient vinin në klinikën time dhe të kërkonin ose nuk kërkonin atë trajtimin me injeksione sepse kishin frikë në agjet. Edhe ajo gjëja që fillimisht, me thënë, bëri përshtypje dhe sigurisht më pëlqeu dhe e kam si eksperiencë dhe e kam si makineri është fakti që njerëzit vinë në klinikë dhe kemi makineri për mua spektakolare të cilat ti vendos një ngjit, një peç të themi në fytyrë dhe për 20 minuta trajtim ajo targetonte për shembull gjithë ata muskuj sepse me kalimin e viteve ne plakemi. Nuk plakemi vetëm, ne shikojmë ato rrudha të themi të lëkurës, por plaket bie lëkura, bie dhjami që është nga brenda, fillon bie muskuli, humbet tonusin dhe fillon dhe ollohet kocka. Dhe ajo gjë spektakolare do me thënë që ti vendos një peç dhe stimulon muskulin, sepse në vetvete neve ecim dhe muskuli stimulohet, po jo vetëm të trupit që kemi diskutuar tani, po dhe të pjesës të fytyrës. Për mua është një nga inovacionet më të mëdha që mund të ketë mjekësinë estetike që të evitohen injeksionet apo të evitohen themi pjesa e ageve kur njerëzit kanë frikë. Dhe nëse ti vetë arrin dhe integron një teknologji që mund të ndihmojë dhe në anën estetike, jo vetëm në anën estetike, se desha të theksoj edhe këtë gjë, sepse kemi asur pacientë të cilët kishin parez në fytyrën e tyre për arsye të ndryshme dhe mosha të reja dhe nuk kontrollonin muskujt e fytyrës dhe ajo që sepse nervi nuk funksiononte dhe me ndihmën e këtyre makinerive ne kemi arritur të dhëmë një rezultat te muskuli i fytyrës, pra kemi dhënë një rezultat mjekësor, pavarësisht që makineria është dhe estetike. Dhe është gjë shumë e bukur te pacientët dhe realisht po e them, kur vinin dhe thoshin doktor nuk e ndjeja muskulin dhe tani po ndjej muskulin e fytyrës, edhe mosha të reja. Është një jetë logjik siç funksionon me pjesët e tjera të trupit. Edhe kjo është për pjesën ajo që po flasësh është për pjesën e fytyrës, që nuk ka momentalisht një opsion tjetër që ti të bësh një trajtim, flasim gjithmonë FDA approved, të bësh një trajtim për pjesën e muskujve të fytyrës. Është spektakolare për mua, me thënë rezultati shumë i dukshëm. Nuk ka një opsion alternativ për momentin. Pa u futur tek pjesa prap mjekësore, qoftë për TMJ-n që sapo përmendë, apo pjesën e double chin-it, apo për pjesën e personave që kanë probleme me gërhitjen, që po prap është aprovuar, është FDA aprovuar. Kjo do ishte një gjë shumë spektakolare. Edhe për këto terapi. Për gëritjen do ishte një gjë shumë spektakolare, se besoj se madje është vënë re dhe nga studimet, sepse tash një aparaturë që të lançohet në treg dhe të marrë këto lloj aprovimesh do një kohë të sajën që të jetë testuar dhe të jetë provuar. Pra kalon një proces 5 vjeçar përpara se që testohet, përpara se të marrë aprovimet dhe të lançohet në treg. Gjithsej krijohen edhe këto që quhen clinical studies ose clinical cases. Pas tyre trajtimeve, pra bëjnë trajtime mjekësore natyrale për stimulimin e muskujve të fytyrës. Dhe ata njerëz që kanë pas problematika me migrenën, kanë pasur një rezultat pozitiv. Shumë të mirë. Edhe kjo është pra kanë pasur një përmirësim. Edhe kjo është shumë gjë e bukur për të theksuar. Po, dhe për shkak të kësaj lloj po themi reklamimi që njerëzit ose pacientët kanë treguar, është kthyer dhe tani po studiohet momentalisht se çfarë bën enfesi konkretisht në trupin në fytyrë, në kokë po themi, të njeriu që ndikon pozitivisht tek migrena. Dhe besoj që shumë shpejt do dali dhe një terapi specifike për diçka të re të cilat do dëshiroja të prekja, domethënë keni ndonjë risi të bukur, ndonjë gjë të re që sigurisht mund ta jep në një informacion qoftë edhe fillestar që do ishte diçka shumë interesante
gjithmonë për të ndihmuar pacientët, me thënë nëse mund të na jepni një informacion paraprak të bukur që do ndihmonte sigurisht pacientët. Ideja është e kuptoj që mund të ketë një kështu privacy, mund të themi, po jo, unë të thash në historikun e saj kompania gjithmonë ka qenë pioner për një teknologji të caktuar. Dhe sigurisht duke punuar edhe në pjesën mjekësore shumë, duke njohur shumë mirë anatominë e trupit, muskujt, lëkurën, patjetër që në estetik arriti, po themi që pajisjen e parë të dalë diku në vitin 2008, që ka qenë aparatura e parë që ishte në funksion të estetik, po prapë me bazë mjekësore nga fizioterapia. Se janë dy gjëra që lidhen shumë mirë. Po ta shikosh edhe në klinikë, nëse ti ke një, po themi, për trajtime, patjetër që duhen mjek estetistë, por edhe fizioterapistët janë shumë të rëndësishëm, sepse njohin shumë mirë pjesën anatomike të trupit, sidomos pjesën e muskujve, po na eviton përgjigjen e dur. Çfarë si kemi? Ku aparatura targetojnë. Jo, do ta them atë. Edhe në historikun e saj thash ka qenë gjithmonë pioner për një teknologji të caktuar. Dhe sigurisht mbas 2023-shit, patjetër që filloi të lançonte dhe produkte ose aparatura që ishin gjanë treg. Po sigurisht nuk mund nxjerrë diçka që është njësoj si ajo ekzistuese. Do të avancoj me ai, besoj, me sa po kuptoj. Patjetër që duhet nxjerrë diçka, qoftë edhe microneedling, do nxjerrë diçka që është akoma më konkurruese, më efektive, më e lehtë, pra duke marrë, po themi, problematika që kanë ekzistueset e më përpashme dhe duke i përmirësuar për të dhënë një avantazh. Se në fund fare flasim për një kompani që është ndërkombëtare. Pra që nuk janë në treg ose lider qoftë edhe në botror, edhe në Amerikë nga hiçi ose pa arsye. Ka një diçka, domethënë ka një background të tillë. Dhe besoj se së shpejti do ketë një risi të kësaj lloji fushë që besoj është shumë e updateuar dhe patjetër që ka marrë çdo lloj po themi problematike që janë shkaktuar nga aparatura të tjera dhe edhe i ka përmirësuar në këtë lloj dërtim që besoj do jetë rigjenerim, do jetë pjesa e lazit. Na dhat një informacion të rëndësishëm. Atëherë, zoti Erdi Sarliko, unë ju falenderoj për këtë podcast dhe në mënyrën sa më të thjeshtë për të dhënë informacion dhe kthehem dhe insistoj për gjithë pacientët tanë, sepse objektivi dhe neve rrugëtimin e kemi me pacientët. Makinerinë janë pjesë dhe ndihmëses tonë të jetës tonë, por me duart e dur, me mendjen e dur dhe me makinerinë e dur ne japim rezultatin. Dhe një falënderim të veçantë te Trimedi që është lider për sa i përket produkteve farmaceutike. Ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj këtu dhe shpresoj t'ju rishikojmë së shpejti në një podcast tjetër. Faleminderit.